Domethënë, unë mendoj që neve çunat we are loved only under conditions. We have to provide. Ne duhet tregojmë që vlejmë. Kjo është lloj gjëje që nuk e kuptojnë çfarë sfide kemi neve, se dalin këto feminazistat, se unë që feminazista. Femrat tu, femrat atje, femrat atje. Ka menduar ndonjëherë sa meshkuj kanë vdekur në luftë kështu kot të dy mbretër donin me pushtu toka. Shko atje, rifugjo, sa veta kanë lënë familjet e gjitha janë vrarë, janë harruar emrat e gjitha me radhë. Apo sfidën, apo me qenë këtu, ti je me gruan tande në shtëpi të bjerin natën dera. Nuk del gruaja valla, dal unë, po ai mund të jetë edhe vrasës. Kështu që unë rrezikoj, po është instikti im për të rrezikuar. Ose po të me gruan edhe me fëmijën tim në një rrezik, unë do sakrifikoj jetën, jo se po ma kërkon. Ju çunat, nëse këtë që ta sqarojmë, nuk jam feministe ekstreme, ëh. Okej, çeke feministe, po nuk çeke ekstreme. E pranueshme. Do të thonë ka ca gjëra që nuk më bëjnë sens edhe mua. Nuk më bëjnë sens. Sa apo shumë? Sa si shumë. Por besoj vet mashkulli nuk do pranonte që të ishte gruaja në një raport, ajo që shkon në orën 3 të mëngjesit, kur bie dera të hapi dera. Të po thosh është instikti. Është instikti jon që e bën ato. Më thon, nuk e fajsojmë dot. Jo, po unë fajsoj faktin që ti nuk e koncepton dot, nuk e vlerëson këtë lloj instikti. Kush ta? Jo ti. Po flas femra, gruaja moderne e sotme. Mbase ka çdo gjë do gjesh një gabim. Do ta gjesh patjetër një gabim. Është i shprehje një amerikane tha, unë jam 5 vjet lumturisht i martuar tha. Dhe kemi 5 vjet që gruaja ime më thot gjëra që duhet ndryshoj unë që ne vetë funksionojmë si çift. Çfarë shkon? Ja. Domethënë, unë mendoj se femrat dhe mashkulli janë plotës njëri tjetrit, nuk janë kundërshtar njëri tjetrit. Jem dakord? Në momentin që femra do me vendos ato që ka mashkulli, atëherë bie parimi natyror. Dakord? E gon ke ndonjë gjë për të kundërshtuar? Domethënë, mashkulli është agresiv vetë si natyrë, se është testosteroni. Është vrarë agresivitetin mashkullit. Kur thëm agresiviteti, jo agresiviteti të vish piti të rrafësh, për atë lloj personash mendoj burgim përjetshëm. Natyra e tij. Unë mendoj burgim përjetshëm për ata. Për pedofilët mendoj dënim e vdekje. E kam thënë publikisht, nuk kam pas frikë. Që jo BE-ja, jo po ky Soreka, jo po Mogherini, se hajdut janë gjithë, nuk është këtu kush më shumë e kush më pak. Problemi është tjetër, që mua më shqetëson fakti që ka një lloj ndasie. Dalin disa meshkuj, se burrë është fjalë e madhe, që na bëjnë si hamshora, dhe dalin disa të tjera që janë wokiste, paguajnë nga woku, nuk i ka thënë një ditë njëri punë të mbarë të tyra, nuk kanë bërë një punë, dole nga hiqi në hapi men. Që të mërshme. Do të thënë gjë e vetme që di ajo, di Kamasutrën, ka lexuar Kamasutrën dhe na flet tash për pozicionet e seksit. Na tregon se si bëhet seks tash, ja kupton? Ktu kemi arritur neve. Dhe ty kjo të bën të besosh se nuk ka dashuri të vërtetë. Mua kjo më neveri do Lali. Mua më neveri do burr. Nuk ka dashuri të vërtet pa treguar natyrën tënde provider? Dashuri të vërtet kam, apo neve thjesht duhemi under conditions. Dhe po ta them shumë bukur. Në momentin që ti je 45 vjeç, 50 vjeç, ke një krizë financiare në jetën tënde, probabiliteti që të gjesh një vajzë sot që të thojë më ke mua është shumë i pakët, sepse do të zhvlerësoj ty si mashkull. Sepse ti nuk po sjell të ardhura në shtëpi. Ka momente që dhe mashkulli bie nga kalit, se si çeka, duhet jemi majt kalit të rjetën. Ka nga ata që s'kan hyp kur kalit. Atëre motorë je martuar me një grua në formë burri. Çfarë thot vllajë? Unë thjesht e kuptoj këtë që thua ti dhe jam dakord me një pjesë të gjërave, po unë mendoj që këtë lloj kulture e kanë krijuar burrat. Pra kulturën e kësaj konkurrencës pa dinë iman. E dieti për shembull që janë femrat borgjeze, franceze që kanë krijuar këtë maskilizmin e fuqishëm, domethënë këtë dhunën ndaj femrave. Janë femrat sepse është urrejtja ndaj femrave. Urrejtja e femrës ndaj femrës. Pra është i përplasje mes femrave borgjeze. Është akoma dhe më egër. Mund të jetë, nuk e di këtë pjesë. Sinqerisht nuk e di këtë pjesë. Është e vërtet, urrejtja ndaj femrave, konkurenca mes njëra tjetrës është e frikshme dhe unë po thoja këtë që ky fenomen që ti evidentove me shumë të drejtë, që është objektifikimi i njeriut, ti the
e kishe për mashkullin, objektifikimi i mashkullit në bankomat, ë? Apo jo, kjo është. Po. Provider, jo vetëm bankomat, provider. Jo, se është kështu më kështu, është bërë bankomat tash. Ti themi gjërat siç janë. Unë mendoj që këtë nuk e kanë krijuar femrat në thelb, e kanë krijuar meshkujt për njëri tjetrin. Pra konkurrencën e pa, atë që thash, konkurrencën pa dinë iman, konkurrencën pa limit, pa moral, konkurrencën duke shtyrë çdo lloj bariere, çdo lloj norme, çdo lloj gjë. Dhe ka ardhur moment që u është kthyer kundër në këtë pjesë. Po ta bëj një pyetje shumë troshtë. Po do ta kisha marrë ti një dashnorën tonë ti blije apartament o vlla. E vendosin në pikë pyetje një. Prit. Po ta kisha atë apartamentin. Edhe po ta kem nuk e merrti dot kush je ti që të japun ty apartament. Okej. Çajti ke ardhur nga Edeni, ke në një pozicion tjetër. You never know. Të të japim përgjigje sinqert. Po. Se e vendosin në pikë pyetje. Jo, po e mendoj. E koni do ta kishte marrë një apartament për dashnorën. Problemi është ai nuk ka një dashnore, kështu që. Mund t'i gjejmë. Do ta gjejmë. Nuk e di nëse do ta kisha bërë apo jo. Edhe po e them nuk e di, duke lënë edhe mundësinë që mund ta kisha bërë. Pse? Sepse unë në jetën time nuk kam qenë akoma, nuk jam ende në ato nivele financiare dhe unë refuzoj që të bëj moral, e kam si parim timin këtë, refuzoj të bëj moral mbi gjëra që unë nuk i kam provuar, nuk i di. Sepse e quaj moralizëm pastaj këtë gjë. S'është moralizëm fare vëlla, kjo është si të mund bën një përsjatje psiko-emocionale dhe filozofike me veten. Pra ti e vendos veten ato lloj pozitash. Një moment bëu si Peter Pan, kam $1 milion, jam kryeministri i Shqipërisë. Po nuk e bën dot kaq kollaj atë gjë. E bën vëlla, e bën po të njohësh veten. Po ta njohësh veten mirë e bën. Më ka thënë se mua ato që më kanë thonë që ti po bë moral kur kanë dalë fjalët e mia, po jo po se pas ke pas morale, pas ke pas vërtet. Për shembull po të them ti sot 2 milion euro me Misjellë Dirama, ja djeg. Në sy. I bëj dhe video që ta shikoni tek Instagrami jam. Unë 2 milion euro nuk e kam parë një herë bashkë. Po di vetëm një gjë. Asnjë kemi parë bashkë. Di vetëm një gjë domethënë. Është parimi vëlla. Unë nuk marr nga hajnët. Nuk marr nga kriminalët. Nuk i blej, i blej gruas time, jo 100. Nonës fëmijës tim 100 apartamente, ja lë të gjitha në emër të saj. Edhe sikur të ndahem nesër pas nesër, e di që është nëna fëmijës. Patjetër, kjo nuk diskutohet. Ka nga ata që i besojnë më shumë dashnor. Unë jam me këtë meqense për Për mua problemi nis nga fakti të kesh një dashnore. Jo, problemi nis nga fakti të kesh $2 milion apo jo, që ne si kemi parë ndonjëherë bashk. Dhe unë preferoj të qëndroj modest. E kam qasjet time, nuk ka lidhje me qasjen tënde shpenda apo me qasjet e tjera. E kam timen që kur ti shoh njëherë bashkë ato $2 milion, pastaj në kuptimin do ta shikoj se sa i fort jam unë për të rezistuar. Kam pyetur unë çuna që i kanë ato para me punë të pastër, me biznes. Çka ke bë pasi ke pas 1, desha me bë 2. Beso këtë pjesë. Kur të kesh 2, do duhesh bësh 4. Shtohet. Dëshira për të pasur më shumë. Domethënë, kur shkon ato lloj nivelesh. Nuk ka një limit për cifrën. Limitin e vendos ti vetes pastaj. Do me u tërheq, do me u pensionu, do me shiu jetën, do me u tu botën, për shembull, nëse do të kisha 5 milion euro të mijat, do kisha dalë në pensione, do kisha mbledhur në 205 vende që ka bota. E çfarë do bëje? Vetëm do shikoja, do survejoja, do mbusha trurin tim, fajlat e mia, serverat e mi vetëm me kujtime, me aromra të bukura, me ngjyra të bukura, me muzikë të bukur, me çfarë do lloj gjëje që mua do mbushte shpirtin, edhe do shkruaja. Gjëja e parë fare që do bëje. Gjëja e parë fare që do bëja do shkoja në Japoni. Okej. Edhe do kisha bërë një pelegrinazh në Japoni. Nice. Dhe do shkruaja për sjelljet e mia filozofike se si ndihet një shqiptar në Japoni. Dhe kujt do ja jepje të parit për ta lexuar? Jetimve. Pse? Sepse unë i dashuroj jetimët. Çfarë të bën të dashurohesh? Fakti që janë krijesa të Zotit dhe duhen patjetër që t'i kompensojmë atë pjesën e balancës së dashurisë. Pra, ne nuk e dim sa të pasur jemi. Ne ankohemi, po ne nuk e dim që jemi të pasur që kemi shëndetin, kemi mamin, babin, motrën, vllajin, kemi një punë, ndoshta kemi stresa, po ka njerëz që nuk kanë njohur as nënën as babën e vet. Dhe unë jam një djalë që mendoj shumë shpesh gjatë ditës në momentin që do mikim prindrit nga kjo jetë. Dhe mendoj vetëm një gjë që do ta kaloj si gjithë tjerët, se s'ke se si të mos e kalosh.
Por unë aty kam për të ndjerë jetim. Sepse askush nuk do më doj si ata në jetën time mo. As një njeri tjetër. Dhe ata jetim nuk e kam pasur mundësinë as të përjetojnë as një sekondë atë ndjesin që unë kam pasur fatin e madh. Edhe unë këtë duhet ta kompensoj në një formë apo në një tjetër. Ata nuk kanë pasur fatin ta përjetojnë atë ndjesi, ama unë besoj fort që njerëzve që u ka munguar pra të marrin dashuri, din ta japin atë në formën më të pastër. Kështu ka rezultuar në pjesën më të madhe të rasteve. Ka rezultuar ty, ka njerëz që mbushën me urrëtie, ka njerëz që e kthejnë në vlerë tjetër atë, japin dashuri. Në fakt edhe mua më ka rezultuar njësoj si Viola, tani që po kujtoj njerëz të tillë që unë njoh. Mua më ka rezultuar që janë edhe njerëz të këqinj kur rritën. Po, nuk e vëm dyshim. Por ai vën dot faj për këtë? Jo, besoj. Po, unë të vendos faj që të kam poshtur errësira. Unë ty ta vendos, po unë kam 1001 arsye për të bërë vrasës o Viola. Kam 1001 arsye për të bërë hajdut. Si ti, si Egoni, si gjithë neve. Kam 1001 arsye pse mos me pranu dhe unë, pse mos me bë dhe unë politikisht korrekt. 2 milionë euro shi që të thash. Po nuk është kaq që thjesht të mos mposhti errësira. Nuk është që thjesht kushtati që që jetesh e si thjesht. një mekanizëm mbijetese, pra edhe atë të keqen që dominon tek ty. Shikoj. Unë i njoh demonet e mi. Edhe i di që i kam rena. A kam anën time terë që shpresoj që mos ta shikoj asnjëri ndonjëherë, se i kam frikë dhe unë imagjino tjerë. Unë sa do të pyes se cila është gjë më e keqe e anës tënde terë. Ana ime më e keqe është që unë nuk kam, në momentin që unë ty të shoh si armik, du me të poshtru dhe du me të eliminu, nuk kam asnjë lloj ndjesie kundrejt te, asnjë lloj ndjesie pozitive, mos më kërko të ndjej keq për ty. Okej. Domethënë du me të dhon fund vlla. Ndoshta edhe duket bën nera, kupton që mos ndjesh shumë agoni. Ose në pjesë e karakterit tim është që nëse një herë ti tenton të më bësh golistin, të bësh si 100, si 99 si i shkathët, lexo një libra që kam lexuar, mbushë një trurin, pastaj hajde futën ligën e legjendave. Mos hajde si idiot të bësh si lojtar. Nuk ndeshesh dot me Tysonin ti në boks në këtë lloj gjendje. Qarkullo shoku. Ec. Disa flursa kam parë unë jetë, disa flursa shikoj unë jetë. Në ditë. Kështu, po ti zgjedh shohësh në gjë më të mirë. Të vim vetëm se është jeta publike. Edhe jeta publike fatkeqësisht i ka me shumicë. Unë zgjedh çfarë shoh. Ç'është e vërteta. Mua nuk më shikon ndonjëherë në për klub e nata. E kam mbyllur në rinin e hershme. Me fazë është ajo. O, po i ke sot 40 vjeçë, 35 vjeçë, 37 vjeç, janë duke vjen ai 8 marsi, vin këta. Po ata po kalojnë adoleshencë të vonë. Po nuk e di unë çka kanë kaluar, çka s'kan kaluar, unë di që fakti është vëlla, që dalin sot, do vemi të një gotë aty te rrugica, sales ta pim ta bëjmë. Për mua është vëlla, merr një laptop, shkon në shtëpi, miq, shok, shoqe, merr birën tënde, merr të gjitha furnizo secili. Unë do me net me Violën me Egonin, nuk do me net me Violën me Egonin dhe me 3 kokcepa, një cepa me 4 eskorta që presin 200 euroshin për natën. Nuk më jep kënaqësia ajo gjë. Kështu që nuk jemi ndonjëherë detyruar të zgjedhim për të parë, ne zgjedhim për të afruar, po për të parë do të shikosh gjitha, se të vinë. Po.